Se kam me ty me Jonida Liçkolli, Lej Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Se kam me ty. E kemi nisur me të qeshura. Me lot më sakt. Lejti ka rënë dhe rimeli nga të qeshura, sepse sot çfarë nuk do ndodh në këtë program. Dëgjoj, entja shumë e bukur. Di pse Jonida? Sepse entja është fundi i rutinës boring që ke nisur gjatë javës, është pragu i fundjavës, je shumë pranë fundjavës. Ke parasysh kur i duke ngrënë një darkë shumë të shijshme dhe di që do ketë nesër është e premte. Edhe di që do ketë edhe ëmbëlsira. Kështu që kështu jemi nëse kam me ty. Vetëm pjatë të bukura, të mira, të shijshme, pikante. Kemi edhe temën pikante, përveç pjatave që do servirim sot. Çfarë pjatësh kemi sot? Sot do të flasim për tradhtin. A ka momente që mund të falet apo nuk falet? Kush trajton më shumë, meshkujt apo femra? Gjithçka që ka lidhje me tradhtin dhe sigurisht që opinionet më pikante, opinionet më të mira do t'japi ajo, por ju që nuk më shihni. Problemi ka që unë i fal tradhtin të dashurit. Çfarë problemi ka? Pse mos shkoj ai shkreti me tira? Pse mos shkoj? Pra pse? Gjithë të gocat bukura, palestrume, yje. Jemi të bukura. Jemi të bukura. Çfarë problemi ka? Pra çfarë problemi ka që ai të tradhtoj, në darkë do vi prap të flej me mua. Ka thënë një vajzë në TikTok dhe videoja sigurisht që është bërë virale, ne e dëgjuam me audio sepse nuk mundemi ta transmetojmë duke qenë se nuk është një person publik. Unë sot kam vendosur të shfaqe me syze, thash të bëja pak si VIP në këtë program, si Miranda Dupi. Fix, si Karl Lagerfeld draf me past. Ndërkohë, kemi në studio atë the one and only, e cila sot do t'jap opinionet në këtë program dhe është Irini Qiriako. Mirë se vjen. Wow, sa i bukur. Mirë brëma Gjan. Lej, po. Kjo është Lejlaja. Gjan i rinë stit kaqen. Jo djova jam në kaluar. Të pëlqyem. Urimet për zemër ta, se shme më kënaqen shumë. Të kënaqem të gjithmonë. Është vërtet nëse jam gjithmonë këtu prej te Je veshur shumë bukur. Faleminderit. Gabriela është marka që gjithmonë më sponsorizon. Dhe gjithmonë përpiqem Gjan t'jap më të mirën për publikun, për popullin. Kërcimi të ka sjellë në formë. Ka qenë ja. Ka nxjerrë dhe mjekrën së fundmi, por duhet jetë nga emocionet që ke marrë, besoj. Irini, si e ke marrëdhënien me tradhtin? Çfarë mendon për këtë si fenomen? Djorinën tani. Unë kam bërë para 2006 më duket me agim. Jo, jam minoritare. Kam bërë një këngë. Okay. Është veshur edhe me ngjyrën e xhelozist. Jam xheloze. Çfarë time? Kam bërë një këngë aso kohë me mjeshtrin e madh Edmond Zhulalin, nëse mundem ta këndoj pak për kansin tuaj. Është balada e parë dhe vetme që un kam në repertorin tim. Djalit më uli pak bazën, po. Na Irini. Tani e di çdo gjë mbaroj, vuaj, pa ty si mundem të jetoj, mos thuaj. Mos thuaj, tani nuk e di si mundem ta besoj se ti ke perënduar nga jeta ime, ke perënduar dhe tjerë. Encore. Shumë. Pra unë si natyrë jam romantike dhe me burrin gjithmonë kur bëjmë vrap nga liqeni, i fshi djersët, ja fshi të tërat, keqen se të fshish djersët sot është romantike shumë. Është si të bësh dashuri. Ashtu është, ke të drejtë, ke shumë të drejtë. Teftaradi që javën e kaluar thoshte kush bën seks ka rrudha. Mshef mua. Kush bën sport? Irini, ne sot në fakt nuk do të trajtojmë vetëm çështjet mes partnerëve në lidhje me tradhtim, mund të ketë edhe miqësi që trajtojnë njëri tjetrin apo jo. Të ka ndodhur në botën tënde të artit që të jesh tradhtuar nga ndonjë mikesh apo mik? Që ka patur xhelozi për ty, për shembull në ngjyrën që ka mbeshur unë, fix xhelozi. Elvana Gjata.
Gjithmonë, ë? Gjithmonë. Dëgjori nën tani se unë jam një brez tjetër, ne jemi rritur ta duam punën. Ta duam punën, të duam kolegët, i duam të gjithë. Por nuk mund të them që s'ka patur xhelozi. Ka dhe personazhe që ja kanë shitur shpirtin shejtanit. Gjithmonë për të marrë më tepër, për të marrë. Por unë Për shembull kush? Se Beyoncé në këto i dim, po këtu në Shqipëri kush e ka shitur? Shpikur shitur Shpirtin në ka emocione. Unë jam artiste madhe, kuptoj. Po drillet për Po s'ke pse drillesh, siç thotë Janida. Se do unë të kopjoj, jo për Mendoj gjë. që Fatmira Breçani është artiste fantastike, e mrekullueshme, por ka diçka që ka një ftohtësi që e karakterizon. Mendoj unë të paktën barriera si natyrë. Dëgjori nën tani, nuk e di, nuk mund ta them këtë gjë, por në një koncert që kemi pasur në 2005 me Rozana Radin, mbaj mend që këndoi Xinxilushen, dhe iku. Mund të kishte koncert tjetër, nuk e di të ka. Pra ajo mund të kishte thënë që Xinxilushen ja dedikoi Irinit, por nuk e bëri, domethënë. Po s'jam si Xinxilushen. Me thënë të drejtën, je shumë e mirë. Ky është se kam me ty sot. Besoj e kuptuat që në start se çfarë do të ndodhë. Me emocione, me gjëra pikante. Po do të qajmë, do qajmë sepse kemi shumë për të folur sot. Ka shumë video për të komentuar, jo vetëm kaq, por do të kemi edhe një super këngë të interpretuar nga 3 mjeshtra të muzikës, nga 3 artistë të madhërishëm. Po para lajmëroj. Atëherë un po i vlerësoj vokalisht kur ta vendosim. Mirë. Po mos u bë xheloze për mua. Ja. Të lutem. Dëgjoni pak muzikë nga Roy që do të na shoqëroj sot në këtë program. Është Sam Smith, Coffee dhe Jessie Race me Gimme. Dhe pastaj do të rikthehemi në studio. Alo, po të keqen. Jo se jam ke se kam me ty. Si ke marrëdhëniet me Tradhin? Ne dëgjuam këtë vajzën që thot, po, do t'ja falje të dashurit Tradhin. Çfarë ka? Me gjithë këto goca të bukura që janë vërdall, pse mos tradhtoi ai? Si kam unë marrëdhënien, më kanë tradhtuar, a do falje? A t'ja them pak më popullor që? Ta kanë ngopur apo ja kanë ngopur? Unë nuk tratoj Irini tani, unë nuk tratoj, edhe unë jam shumë romantike, shumë e përkushtuar. Kështu që për të më tradhtuar kohë më parë edhe më kanë tradhtuar. Gjëra që ndodhin janë. A i kanë falur? Jo, por a vazhdojmë të jemi shok shumë të ngushtë? Po. Të ngushtë? Të ngushtë. Kështu që nuk do të thënë që ai është një njeri keq, thjesht nuk ishim për njëri tjetrin, nuk përshtateshim me njëri tjetrin. Thjesht nuk i rrinte, domethënë, ati, me pak fjalë. Kam menjur gjithmonë. Edhe mua. Je speciale ti Irini. Edhe mua. Kam përshtypjen që në disa raste, të paktën me sa kam dëgjuar edhe në për intervista, ndoshta në personazhe të njohur që kanë folur hapur në lidhje me Tradhin, në disa raste për hir të familjes, për fëmijët edhe për disa arsye të tjera kanë arritur që ta falin Tradhin. Më pas, vjen një pikë që ti nuk duron dot më, sepse me sa duket, nëse ti e fal një herë, do vazhdoj të përsëritet. Kështu që është mirë të merren masat që në krye të herës. Sepse unë personalisht mendoj që një njeri që i shkon mendja tek dikush tjetër, do të thotë që për ty ka filluar të zbehet ndjenja, ose ka diçka që nuk shkon. Nuk e di, unë po lexoja dhe këtu në rrjetet sociale bëra një ask me a question. Kemi pyetje nga publiku? Kemi shumë përgjigje nga publiku, sidomos nga femrat. Njëra thotë që mendoj se njerëzit nuk janë të prirë për të qenë vetëm me një person si natyrë, dhe si rrjedhoj, se rrjedhoj e thotë, se duket që është shkodrane. Rrjedhoj me l. Ka me Luanin. Tradhia është e pashmangshme me një fazë të marrëdhënies, kështu që kultura, feja, mentaliteti e kanë kufizuar aq shumë natyrën njerëzore sa që e kanë kthyer Tradhin diçka tepër të rëndë, ndërkohë që nuk është e rëndë, me pak fjalë thotë. Mendoj që Tradhia duhet falet, është njerëzore. Pastaj kur s'ke ndjenja më, lëre partnerin. Ju përshëndes nga Shkodra. Përshëndetje Shkodra. Të përshëndesim edhe ne shumë. Majnaqe, Lady.
Lady, të përshëndesim, faleminderit Lady. për mesazhin tënd. Pra, Kemi shumë edhe meshkujt tonë janë ato femrat kur traton një femër, shumicën e meshkujve që më kanë shkruar këtu në Instagram, është më rënd sepse e bëjnë me paramendim. Nuk e di si e mendon ti Irini. e bëjnë me ndjenjë, pra një vajzë është më është më e përfshirë. Kurse mashkulli e ka thjesht nga ana fizike. Unë Je mendoj dakord ti, që- zonja opinioniste? Personalisht jam dakord, jemi të rrezikshme kur bëjmë tilla gjëra. E mira është mos të ndodh, po patjetër, por Jorinën tani se këto janë tema delikate. Janë shumë delikate. Për shembull, unë ndjej gjithmonë kur ka xhelozi mes çiftit. Po, të keqen, po. Ti je xheloz Irini? Shumë, unë kam burrin lokum. Luti, Irini, Po më vjen pranani mirë. lumë turmoj, kam burrin që më mbaj gjithmonë aty bashkë, po thoja që kur ndjej xhelozi se ai ka qef ndonjëherë. Ndaje vete. Jori, I zgjati i qeshur njeriu qef që nuk ndonjëherë. është i lumtur. Po kjo pse ndërpret unë artiste e madhe këtu. Janë ndërprerje të 50 vjet qeshura. karrierë, Ti po tani- qesh si shumë. Po, wow. Dgjoj, më besoj që është më pak se suspanca e Arbanës kur duhet të japi të eliminuarin nga çdo Irini, si Dgjoj, mendon ti? se Traton ai ndonjëherë- njeri që nuk është i lumtur? Për mendimin tim, trathon ai që ka mungesa të theksuara Të vitaminës? Të vitaminës S, Okej. D ose Okej. P. Po. Pra SDP. Çka do thotë ti lej ke trathuar ndonjëherë për mungesë vitamine? Jo, gjithmonë kam Gjithmonë ke pasur Kam qenë e ngopur me me vitaminë. vitaminë. Po. Mashallah Okej. kam qenë e Shumë ngopur. Edhe mirë, të keqen, shumë prandaj jemi dhe buçko kështu si natyrë. Por nëse gratë, femrat rrethojnë është e vërtet, janë më të rrezikshme. janë më të përfshira sepse në neve ndjenja. bëjmë plan gjithçka. Si do të ndodh, kur do ndodhe që ti ta marrësh vesh, nëse ne gjithmonë. Me leje. Patjetër. Thot lej, tradhtir është bërë mod, por unë të kem një vajzë si Irini, nuk e mendoje kur tradhtin. Wow. Ah, Irini. Zan, Irini Big sti- Brother VIP 01 profili. Do Wow. ta përshëndesim me një këngë. Patjetër. Keq. Hajde Irini. Të riti mamaja moj, të bëri manarë, nuse bukur je bërmoj, shtatin si sorkavë. Dhe me qëra fjalla, as njerë s'm ka ndodhur që kur ka martuar një qift të ndahen. Kur kam kënduar unë, se pastaj Pra, mesazhi është i qartë. Nëse doni që martesa juaj të funksionojë dhe të mos ketë tradhtime së çiftit, duhet të ftoni Irinin që Irini, na na këndoj në dasëm. Kështu mja që të zhimja, 2500 euro e kam gjërë ashtu, keqen, po. pak e pas ke moj. Shumë pak. Po më bëj 60 dasma në vit me shpirt, Okej, mirë, justifikohesh, që mos lodhesh. Po, patjetër. Ti Po? kush mendon tradhton më shumë? Meshkujt apo femrat? Sipas teje Irini. Dgjoj Xhan, unë mendoj Nik të që kulturë. më shumë tradhton ju të rejat. Reat. Po. Domethënë femrat. Do me thënë ne që jemi në qik më në nonke, jemi më të mbledhura si natyrë. Po dhe ja, ne vërtet më lidhemi pa kur zgjidhemi të keqen. Nuk mbahemi fare. Ju të rejat jeni pak më se Tani kur thua të reat. ti mosha jote. Po Ti keqen, Leila, po. moj, ti Leila. Jo, se të dëgjova Mosha në jote. vëmendje dhe Po ne po kaluar më kur thuaj. isha këtu. Po. Për Skënder Gjinushin dëgjove. Për Skënderi, po, të keqen. Të pëlqejnë, ë? Të pëlqejnë kur janë me Vazhdo, karrierë, Irini, po. vazhdo. Po thoja që Pa. ju të rejat jeni më se me telefona, me që Me foto WhatsApp-e, provokuar, se- me nga këto vajza vis poshtë e bukur 3 4 5 pjeshk në fund. Ç'është kjo? Do të thënë, unë dua të flas me, po themi me një emër, jo vajza Me 3 4 Anjezën, për shembull. Me Anjezën, Shahini Shpirt, këngëtare mrekullueshme. Ja. Më mungon Lydia. Ja, për shumë erdhi në shatin tonë e vet, ka qenë gjithmonë djalë i bukur. Po. I bukur, vajzat e donin. E kërkonte mollën, po dhe e jepte Edhe në të jepte njëjtën dhe kohë. lite dhe qenin. Po. Por besnik gjithmonë. Besnik, Ju të reja tjeni të merrni Thua të gjatë. reat. Ti moj tit. Mosha jote Xhan jeni më se jeni më të dala keni parë. Ne më Ka ime të keqe Shtati si sorkave Të
Tëri ti mama ja. Po Irini, Po. je më mirë live moj. Faleminderit. Me playback. Me playback, po. S'divni nga këto. Tani ti thua femrat, ne të reja femrat. Jo të reja Xhan. Mund të keni djem të reja, nuk e dihet. Po ju vajzat e reja, po se keni dalë, keni parë. Ne më të ndrydhura, familja ishte prioritet, tani ju keni shkollën. Ju s'keni patur këto fotot provokuese. Jo, ne foto ke kavalishenca të keqen. Ose te Kali Skënderbeu. Aty ishte nani. Aty e kishim vendodhjen. Si thoni, të pushojmë pak duke dëgjuar Måneskin dhe Tom Morello. You are meraviglios. O zoti ma. Mrekulli fare. Po knaqen një herë se nuk i pyet atë dyjave. Duhet t'ju respektoj. Duhet të më pyesësh. Doni diçka për të pirë? Diçka po, do. Parat e dasmës po më ret keqen. Unë jam martuar Irini, nuk vërtet, e kam shansin të kem ty në dasmë. Të kryesi pak Rina. Dua ty, po edhe Elifare në dua. Do veni të keqen e përshëndesim këngëtare fantastike. Po Bujar Shamidin moj, me që i edhe Bujarin do ta kemi Shkodre. të festa beqarisë. Okej, shumë mirë, po do këtësej me Bujarin më pëlqen duke. shumë mirë. Praletëm këto të rejat, këto të keqen. Këto e Jo mira të bëjnami. të pyes pak. Po, Si ka qenë dasma jote? shumë e bukur jeni. Vërtet. Po, vetë këndoja, Ua, vetë çfarë prezantoja, kërceje. vetë kërceja, vetë pija. Po kështu ka lezet. Do me thënë, të gjitha i bëra. Hajtë mori dasmën ty si time. paket. Po, i më ka marrë kështu full option. Po mbrëmja parë. Nuk e kisha lënë për martesë, Irini, të them të drejtën, të jemi sinqert. I uli si Tirini, u zgjini. Edhe ti tek U të reja zgënjeva. të ke pra. Po, faleminderit e marr si kompliment. Në fakt, dasma ime e Irini është bërë kur vajza ime ishte 1 vjeç, kështu që Keq. nuk kisha shanse që të nxirja. Jepi. Jo. Ule more këtë. Jo. Jepi. Hop. Ha Irini, nuk të pëlqejnë këto Shqipërisë mesme, apo të pëlqejnë? Jo, i kam qef, janë qef litë të Po. mdhenj. Pra po thoja që nuk kisha shansin që të valvisja, domethënë çarçafe. Kjo ishte ideja. Çarçafe si ka valvitur asut. Edhe ti. Ishte turp. Ne të rejat nuk e kuptojmë këtë term. Jo, gjatë, kja them unë në brezin tim çarçafët kur vinte burri, pra kur vinte Skënder Gjinushin kishte qef kjo? Jo. Kush e tha këtë? Ta ngopi tefta. Vjen Tefta. burri, të takon, Pa. këndoni bashk, gjithë natën edhe mëngjes. Me këngë dhe me valle. Gjithë, pra na Me je ka këngë dhe me valle. Gjithmonë me këngë dhe valle. Tani që thoni ju, me që ne sot po flasim për tradhtin, kanë folur edhe koka të mëdha për tradhtin. Kanë thuaj thonë një emër. Ca gjëra janë këta të mëdhenj fare. Okay. Për shembull, unë po e nis me Steve Martin. Besoj që edhe ju keni ca koka të mëdha për të ndarë me ne. Steve Martin për shembull ka thënë, ka diçka që s'doja falja vetes kurrë, që është fakti që ajo, ç'pata unë mirini, pse më emocionove Të kështu. ma jep, Jam Jam ma unë, gjepsur. është gjëja ime tani. Më ke ma gjepsur që në intervistën tonë të parë. Keqe, ishte da ideali, aty që mi i thonë mua, më i Po, thonë. është një Elios që është prezantues në Top Albania Radio. Po thoja, Steve Martin ka thënë, ka diçka që s'doja falja vetes kurrë dhe është që ajo të arritë më kap me dikë tjetër. Këtë nuk do e duroja dot. Kurse mua më bëri përshtypje këtë të Lenny Bruce, po ta komentojmë këtë. Aha, po. Parën, Irini, jepi. Unë si opinioniste Kena për ty. do përgjigje me pyetje. Po. Juve lej, çfarë ndjesi e keni me këtë kapjen në flagra me presh në dorë? Me presh, Irini, me presh. Nuk më kanë kapë ndonjëherë me presh në dorë. Vërtet. Kështu që mrekullueshme. me peshk në dorë, më saktë. Jo, se un bëj dhe zumba, bëj dhe kërcime Po, toke. bravo ti. Dhe ka rast dhe burri bëhet xhelos, thot hajde bëj gjellën në shtëpi, boll kërceve. Po. Po shore ri aty i them. Pas dancing të ka i për më shumë dëshira për këto. Gjithmonë, po, Apo ke qenë shkëlqen. gjithmonë? Nuk e di është kjo shpreha e brezit tuaj që po më kapi turp është. Turp më kapi, është, por në Mos po brezin. kapi, po vazhdoj me punët e mia. Dëgjoj, se Marrë ne si është kur të më kapin. ne si artiste gjithmonë jemi paragjykuar
Se s'kemi bërë dhe ne moj, kemi bërë, po kemi bërë me burrat, gjithmonë. Pak të nu Sirina, pra unë shkoja në koncert, Zagreba sot kohë, me ansambli popullor, me të gjithë, burri ishte aty të keqen. Edhe kur kam qenë e re fare, e merri gjithmonë me vete. Burri ishte në mendjen time aty. Kishte kolege që sot ose janë internuar, ose janë shkuar të shumtit, por tani fatera s'kat keqen. Po, si ishte kjo shpreha li? Eleni Bruce, vjera ime më shkatërroi martesën. Gruaja ime erdhi një ditë, Irini dëgjon. Një ditë nga puna dhe na gjeti të dyve në shtrat. Po. E sikletshme shumë, e të mëshme. Irini, s'kena për ty. Qen ka bërë për të ngrënë hallë më i motë. Bëjmë pak serioz, është rënd vërtet, edhe shpreha mirë me vjerën, mirë me burrin, llafi mirë zbut dhe gurin, sikur nuk qëndron në këtë mes. E ka thënë e madhja Artiola Toska. Në këtë rast unë do doja t'ja hypja vjerës në muhabet, do të flisja me vjerën. Irini e mbaje veten. Të flasim, të kemi gjithmonë. Që ti je gjithmonë mbi vjerën, okay. Se shoh si për veten time, unë jam çfarë vjerë je ti Irini? Të jorin tani, unë jam vjerë moderne, vjerë artiste. Gjithmonë jam. I kërcen vëndrit dhe i këndon kur vjen? Unë nuk i këndoj. Unë bëj koncert. Shpirt e kam mashallah, e kam zot, ka një këngë të preferuar? Ka. Dy lule të bardha moj, një dhurat për djalin, ta marr mojnë në, ta marr mos e marr, mere bie në sot, djalit të mos ju ndaj. Uaj, Irini, nuk kam fjalë për ty. Kur i këndoj dy lulet, sidomos, ka qef. Emocionohet shumë. Me dy lulet, të gjithë emocionohet. Do të kemi një tjetër moment i cili na shkëput nga se kam me ty, sepse do të dëgjoj muzikë të mirë sërish në Top Albania Radio dhe pastaj do të kemi një këngë, një parodi, një emocion, një nuk di si ta përshkruaj këtë këngë, të realizuar nga tre artistë të mrekullueshëm, nga Lei Kraja, Elios Shuli dhe Jonida Liçkolli. Eurovision në Top Albania Radio, ndërkohë shihoni Alone Again. Ose kur ishte kjo Alone Again, megjithëse ne nuk na rrihet më pa njëri tjetrin. Elios, mirë se erdhën Top Albania Radio. Përshëndetje gjithëve. Hejo, rrofshi që më sollët sot ditën time pushim prapë në punë, po gjithsesi. E kemi këtë të mirë, po të tham ne, ti nuk reziston dot. Unë sidomos me ty nuk refuzon. Se Len duhet ta njohim dhe pak, po me këtë dhe Lona Durën, e di si jam. Kur vjen emisionin e vet, ti je më mira. Është nishi për këto fjalë. Nuk ka të menaxher vipa se më. Tort këtu. Përse këtu thotë Lei nuk e njoh fare. Çash Xhani Demika para mi. Tani përpara se të jepej publiciteti dhe kënga që ne sapo dëgjuam, unë thash që do të kemi një parodi, e cila është interpretuar nga ne të tre. Sensuale shumë. Dhe kjo është arsyeja pse Elios la ditën e pushimit dhe erdhi në studio. Kështu që të bëhemi gati, le të nis muzika dhe ne të tre. Duhet ju paralajmëroj. Mos u bëni xheloz për zërin tim. Dhe tjetra, të gjithë ju që keni kaj ashik ke shtëpia, është momenti ti dedikoni ashikun. Sepse ashiku vjen tani për ju. 3 Ashik 4 Plaka e do të se laga, o që plaka, o që plaka, o që plaka e do të se laga. Më gra. Ju kërkoj falje publikisht. A mund ta bëj a capella? 3 4. Hey. Iko Elias. Përdore imazhin tim. Shiko, unë mendoj që Sendem të mrekullueshëm. Dhe të gabuar. O Perëndi. Të fillojmë të megimi më tepër, e para, kjo është si thirrje për gjithë producentët, ktheni Top Festin, ju lutem. Po, dhe të performohet live. Dhe ka talent këtu, sidomos tek unë. Lej është fantastike. Shiko, këtë rubrikën do ta kemi gjithmonë me çka më. Në lidhje me temën, duke qenë se sot po flisnim për tradhtin, vjen ashiku direkt nga malet. Ashik
Këtë këngë do ta gjeni në Spotify shumë shpejt. Po, mezi përsa tregoj Ronelës o zemra. Ronela, nuk e di. Nuk e di sa kam qeshur sot. Faleminderit shumë të dyve. Faleminderit. Na keni shtuar ca vite jetë. Uroj edhe atyre që na dëgjojnë. Ashikut po. Sidomos Ashikut Lej Kraja si. Ashik. Nuk vjen Amerik. Ja pra ja. Elios po më thoshte se po regjistronim. Lej, shko pak më lart se ke zëri fantastik më tha mua. Në nga ana tjetër, nëse doni do ishte shumë e vlerë për ne të gjithë ne këtu, nëse mund të na shkruani në Instagramin e Top Albania se cilat këngë keni qef që ne t'i bëjmë parodi ose në Instagramet tona personale. Sa unë po mendoja të çohen rosat prej katuni javës tjetër. Po, ideja është që në lidhje me temat që ne do transmetojmë edhe do diskutojmë dhe do flasim çdo javë në programin Se kam me ty, të paktën të ketë lidhje edhe parodia. Shpresoj që teksti nga Elios Shuli t'ju ketë pëlqyer. Faleminderit shumë. Elios, na knaqe. A kapim në lek këtu se nga festivali? Nga festivali, për të mira në gëzime. Jemi në fund të pjesës së parë. Pjesën e dytë do të kemi komentet Akoma më fani pikante në lidhje me videot që kanë qarkulluar këtë javë. Pjatat vazhdojnë, domethënë. O zot, nuk kanë fund. Kemi bërë shumë mirë që e sollëm këtë program, ë? A bën tiki unë tash se Po, patjetër, sepse duhet të bëj këngën tjetër gati. Duhet të vinë në studio Irini, e cila për sot është opinionistja jonë speciale, kështu që dëgjojmë në pjesën e dytë të Se kam me ty.